vrasja njeriut dhe vrasja është krim I madh prej krimeve të mëdha dhe është prej mëkateve të mëdha të Allahu xhaleshanu. Me njëherë pas mosbesimit në Zotin një vije vrasja apo vetvrasja. Argumenti për këtë është fjala Allahu xhaleshanu thotë: "Men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a." Kush do të Allahu xhaleshanu që e mbyt dikën me pa drejt, është sikur se me mbyt tërë njerëzit. Nësa, kush do që shpëton një jetë njeriu, është sikur se të I ketë shpëtuar të gjithë njerëzit. Pra ai që e mbyt një njeri, ai është sikur se me mbyt tërë njerëzimin. Ai që shpëton një njeri, është sikur se me shpëtu gjithë njerëzimin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: shkatërrimi I botës është më I lehtë për Allahun se vrasja e një muslimani. Pra ma e lehtë është Allahu më shkatërru krejt bota se më vrasë një musliman. Dhe një hadith tjetër Muhamedi alayhis salam e konsideron vrasjen si njeri të dalur prej kornizave të fesë. Dhe thotë: vazhdon muslimani të jetë musliman besimtar përderisa nuk e zë ndonjë gjak të ndaluar. Atë kur ai e shkel atë moment, e ka lënë atë kufir dhe dhe një gjak të ndaluar, ai ka dalë prej kornizave të fesë. Vëzë të dashur musliman, kjo që është efektua deri me tash, në mënyrë direkte ka të bëjë me vrasjen e tjetrit. Mirë po, ja që edhe vetë vrasja hem në këtë kategori, pasi që edhe kjo është tenim I jetës të njeriut. Edhe kjo është një tenim I jetës të njeriut. Dhe Islami, feja Islame e ndalon këtë gjë rreptësisht dhe e konsideron një prej mëkateve të mëdha. Allahu drejt për të drejti në Kur'an thotë: "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Dhe mos e mbytni vetveten e juaj. Vërtet Allahu është I mëshirshëm ndaj jush. Allahu e ka sjellë në fjalët e tij një pjesë e cila në gjuhën arabe quhet harfu ta'kid, pjesë përforcuese e cila e përforcon fjalin, e që ja që nuk ka dhënë ndoshta fare me ky përforcim, se Allah nuk ka nevojë me na besu me thonë, vërtetën jam ndaj juve mëshirues, I mëshirshëm. Mirë po fare kjo pjesë me I bind njerëzit se Allahu është vërtet I mëshirshëm ndaj jush. Prandaj jo, mos të tregoni kriminal ndaj vetes. Vëzë të nderuar muslimanë, analistët të cilët janë marrë me këtë dukuri negative, gjatë leximit kemi hasë se dhana të cilat tregojnë para luftës thoya se kjo dukuri nuk ka ekzistuar fare, apo ka ekzistuar me përmasa shumë të vogla të kufizuara, rrallë konën të gjuhëve të vrasja. Ndërsa pas luftës, shifrat të cilat I jep policia e Republikës së Kosovës janë alarmante, janë shqetësuese. Prej vitit 2000 deri 2008, 460 vetvrasje kanë ndodhur. Ndërsa 746 tentim vetvrasje mirë po që kanë rezultuar, domethënë kanë indikuar njerëzit, psikologët, kutadione dhe nuk kanë arritur me vetin. 460 vetvrasje dhe 740 tentim vetvrasje. Ndërsa ajo që në mora prej gazetarëve e policëve, cilët me I mizan këto shënime dhe këto statistika, është se vetëm gjatë janarit 2009, 8 vetvrasje kanë ndodhur në Kosovë dhe 17 tentim vetvrasje. Vetëm gjatë janarit, brenda një muaji. Por kjo shifra na bën me dije se situata nuk është e mirë. Pra një emision u më interesoi në rreth kë droga në përshkoda. Ti ndash kile ty, ndash më të mësil, e keqë është paraderës tonë. Kur ta ka flenë shumicën, atëre nuk I flekë bëdjava. Për këtë arsye, jo që në dojnë me e bërë shumë alarmante, mirë po situata nuk është edhe e mirë. Ku është zgjidhja? Zgjidhja është me ju bindë Zotit. Ai që I bindet Zotit, ai që ka besim Zotit, nuk e bën këtë vetë. Nuk e bën këtë vetë, nuk e bën këtë krim. Sepse, para çfarë do situatës kjo është? Feja Islame e mëson besimtarin. Çka mëson? Para çfarë do prove? Para çfarë do situatës të rëndë dhe të vështirë? Si gjendet me I bo ballë me sabër. Sabër e ka selametin, jo atë I kalon krejt. Nëse njeriu nuk e ka këtë besim
Dhe këtë vedije atërë vjen deri te na e keqja, ndërsa nëse është i bindur se pas atyre vështirësive Zoti na ka mësuar Kur'an dhe ka thënë se inna ma'al usri yusra, vërtet pas vështirësive vjen lehtësimi, pas varfënisë vjen pasërimi, pa qeni martuar, dikur martohet, bëhet beteri, ki problem familje zgjidhet ajo, ki rreth të kujqije, miqe, dashamire, jëmë psikologët e psikiatrat e hoxhallat e policët e njerëz dashamire, prandaj gjithçysh duhet që me kontaktu me njerëz. Gjithçysh duhet që njerëz të cilët njohin këto probleme më mirë thonë se problemi nuk do të më marrë veti. Po problemi do të më shpall dikuj, prindit, ke guzin, vllau, ke guzin, shokut patjetër, hoxhës se jo për të ladru, mirë po, x raste kemi këtë që kanë pas problem, djemë tri gjëmas të gjamiës që mendimin e Zotit që lëshane kime zgjedhë njëre më të mirë. Prandaj, mos hezitoni, më konsultu me njerëz që ja dojnë të miren, me i të i kalu problemet, mos mendojnë që dikush ka probleme. Jeta është të tillë. Allahu Gjellësani ka kriju njeriun me probleme me të lashtë. Prandaj ato duhet të i kalojnë, me miq, me dashamie më thënë. Dhe të nderuar muslimanë. Dy hadithe në vazhdim me të cilat mendoj ta rumbullaksoj këtë temë, e që mendoj që kjo temë është e mirë më ligjeru në për shkolla, e më organizu tribuna, e seminare, me u vëgjistu masa, me ju tregu njerëzve se ku a rrugdalja, jo vetë me dhonë statistika, vëlla ka ku të të gabon. Se janë amësën edhe ku a rrugdalja, edhe ku është shpëtimi, edhe ku janë preventivat, edhe qysh me parandalu këto, edhe qysh me sankcionu këto, edhe qysh me kufizu këtë dukuri negative. Prandaj, është shumë e mirë që landa fetare, paji në për shkolla, droga stikit, to do të me ditë, edhe profesorat, edhe arsimtarët, edhe kryetarë, edhe kryeministër e kemë. Pra më interesoj ka i përpasu si ministrisë e ke i kemë disa landë, të cilat tregojnë për vlerën e jetës e edukatës të sana. Këtë rregullën, këtë janë të mira. Mirë, po këtyre të mira vetëm një e miri duhet edhe ma merr mend si ka sukses. Po hajde për e përvojmë edhe landën fetare në punë. Jo më mëmtu për hoxhallar zonë drejtja, po mëmtu që Zoti kështu ka thënë dhe kështu s'ka kriju. Dhe mëmtu se problemet dhe të lashet e i kaluar mendimin e Zotit. Hadithet vazhdim për më të një marë kohë se mendoj që i ka xhamat edhe jashtë. Është një hadith shumë interesant e pejgamberit sa shumë lidhje me këtë temë. Pejgamberi al-Islam vazhdim tregon, që kur ta përmendë pejgamberin al-Islam ju do të merrosh salavat në mërmëni. Një njeri para herët, para jushtës me një popull ishte plagos luftë. Edhe nga dhimbjet e mëdha të Muhamedi al-Islam ka marrë një sikë dhe i ka prej venat e dorës, damat e dorës. Nuk ka qenë sabërli i durueshëm edhe i ka prej ato, edhe nga gjakderdhja e madhe ai vdes. Allahu Gjellëshanu e informon pejgamberin al-Islam dhe i thotë se ky njeri nuk boni durim ndaj saktimit tim, por ungot nxitoj edhe thotë unë ja kam bo haram, ja kam dalu xhenet. Nga kjo hadith kuptohet se ai njeri që nuk i bën sabër fatkeqësive, problemeve, të lasheve, provat që lëshon Zoti Gjellëshanu dhe ngutet, ai ka arrit me fitu hidhrimin e Zotit, jo mëshirën e Zotit. Dhe hadithe vazhdim që është shumë të jekë si vrejtës, dhe është i dhimshëm, është pejgamberi al-Islam ka thënë, a njëri i cili hudhet pej lartë në tokë dhe myt veten, bën vetvrasje, ajo zjarr xhenemit, vazhdimisht të udhënu në atë formë. Ai që e pin helmin edhe bën vetvrasje, është zjarr xhenemit dhe vazhdimisht ka udhënu ashtu. Ai që vran veten me ndonjë mjet, ndonjë hekun, ndonjë sik dhe çka dhe vdes në gjendje është zjarr xhenemit vazhdimisht duke udhënu ashtu. Këto hadithe të pejgamberit al-Islam dhe këto ajete kuranore na bojnë me dije se kjo dukuri e shëmtuar është tepër e rrezikshme. E neve se me hum xhenetin dhe kënaqësitë e tij që Allah ka përgatitur për neve e me fitu diçka shumë të keqe. Pra, neve lutim Allahun Gjellëshanu që këtë rimi që kemi të ruaj. Mu pranë, duhet dhanë selam të, në mbjasë, ishim pasër një skejt që sa për parë gjenë tri, pashtar zëtin, për jetan për zemet më marru qefi. Prandaj, edhe më marru qefi kur krejt, i rinia, popullit tim, janë rrugë zotit edhe janë rrugë marë. Ma mërmenje që këta dëshiran çdo njeri që ka zemër të pasër dhe të mirë.